Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mbajeni shënim, vetëm një lugë me sodë buke do të shpëtoni përgjithmonë nga ky problem. Soda e bukës është një substancë fuqishme që ka përdorime shumë të gjëra në çdo aspekt të jetës sonë të përditshme. Ajo përdoret në gatime për pastrim, përheqjen e njollave, zbardhjen e rrobave, gjithashtu edhe si një produkt i mirë bukurie. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përdorimet më të mira të sodës së bukës që do ju lehtësojnë edhe shumë probleme të trupit tuaj. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër djersës me erë të keqe. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant i freskët kundër djersës. Udhëzohet që të përdorni të paktën 4 lugë gjedhe me sodë buke dhe 4 pika nga vaji juaj esencial i preferuar. Më pas me këtë përbërje, të lyeni zonën midis qetullave dhe më pas, ajo do të lehtësojë aromat e shkaktuara nga era e keqe e djersës. Soda e bukës është një zgjidhje fantastike gjithashtu edhe kundër shqetësimit të aromave të këqija. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni banjo për gjysmë ore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteriet dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë aromat e këqija. Për një lëkurë më të bukur, mund të bëni një banjo ose 2 herë në javë, ta aplikoni sodën e bukës në këtë mënyrë. Aromat e këqija do të qëndrojnë në larg. Nëse doni një lëkurë më të butë, më të shëndetshme, atëherë me siguri duhet të përdorni vazhdimisht sodën e bukës. Hidhni pak sodë buke në shampon tuaj në ujë dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas lani me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni se si lëkura juaj do të bëhet më e butë dhe më e shëndetshme. Nëse doni të keni thonjë të shëndetshëm, përdorni sodën e bukës. Udhëzohet që të përzieni të paktën 3 lugë gjedhe sodë buke dhe 1 lugë gjedhe me ujë. Pastën më pas e vendosni mbi thonjë dhe e mbani ashtu për disa minuta. Më pas i shplani duart tuaja me ujë të bollshëm. Soda e bukës mund të cilësohet si një freskuese shumë e mirë e gojës suaj. Hidhni një lugë çaji me sodë buke në një gotë me ujë. Pasi soda të jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteriet dhe erën e keqe të gojës. Gargarën duhet ta bëni çdo ditë në mënyrë që të përfitoni nga vlerat e sodës së bukës. Nëse doni flok të shëndetshëm, atëherë me siguri që duhet të përdori më shumë sodën e bukës. Shampot tradicionale janë të pasura me kimikate të ndryshme që prishin balancën e skalpit dhe ndosin flokët tuaj. Një herë në muaj mund të përdorni sodën e bukës për të ruajtur shëndetin më të mirë të flokut dhe për të sjellë gjithashtu rezultate më të mira. Soda e bukës mund të aplikohet si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për dhëmbët e bardhë. Përdoreni sodën e bukës të përzier me ujë të oksigjenuar dhe do të përfitoni një pastë zbardhuese për dhëmbët. E përdorni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimin e smaltit të dhëmbëve dhe për t'i siguruar atyre një mbrojtje më të mirë. Soda e bukës është një nga pastruesit më efektiv për shëndetin tuaj. Rezultatet e saj janë me të vërtet magjike. Në të njëjtën kohë do t'ju kursej në shpenzime të panevojshme pasi kostoja e sodës së bukës është shumë e ulët. Përveç gatimit, soda e bukës ofron përfitime të ndryshme që do t'ju ndryshojnë jetën në përditshmërinë tuaj. Ajo mund të ndihmojë në pastrimin e lavamanit. Shërben si një pastrues i dobishëm për lavamanin. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund i shtoni edhe lëng limoni. Të tjerat gjithashtu rekomandojnë sodën e bukës si një mënyrë pastrues për tubacionet dhe kanalizimet me erë të keqe. Soda e bukës është një zgjidhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë sodë buke në lavamanin me ujë dhe më pas të lani produktet ushqimore. Ajo largon aromën nga frigoriferi. Soda e bukës është gjithashtu një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendosni në një pako të hapur me sodë buke në frigorifer ose vendet ku ka myk. Do ta thithë plotësisht aromën dhe në këtë mënyrë do të freskojë frigoriferin tuaj. Rifreskon peshqirin. Vetitët e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë më mirë edhe për gjërat që thithin aroma siç janë peshqirët. Nëse keni nevojë të freskoni peshqirin, mund të vendosni gjysmë filxhani në lavatriçe së bashku me detergjentin e zakonshëm të rrobave për të hequr aromat.
Soda e bukës mund të përdoret për të pastruar bizhuteritë. Nëse keni bizhuteri argjendi, mund t'i lani me sodë buke dhe ujë të nxehtë, më pas i pastroni mirë me një leckë të butë. Largon njollat nga tapeti. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund t'i largoni ato me pak sodë buke, mund të shtoni edhe pak uthull. I lini të thahet dhe më pas i pastroni me fshesë me korrent. Ajo largon aromën e keqe të gojës. Kjo zgjidhje e thjeshtë do të funksionojë vërtet. Nëse fryma juaj ka erë të qepës ose të hudhrës ose të dyja, gjithçka që duhet të bëni është të thithni një lugë çaji me sodë buke në një gjysmë gote me ujë. Bëni gargar me të dhe më pas soda e bukës do të neutralizojë aromat dhe do të shpëlani gojën si normalisht. Mund të bëni një pastrues për furçën dhe për krërin tuaj. Pasi të hiqni qimet nga furça dhe krëri, mund të zhysni në një përzierje me sodë buke në shampull dhe ujë. E shplani me ujë të ngrohtë dhe pasi i keni lënë për 30 deri në 60 minuta, atëherë do të keni përfitimet më të mira që soda e bukës do t'i japë. Kur konsumohen në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë gjithashtu strukturat kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë shërimin e tyre. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigoriferin tuaj. Përveç përdorimeve tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të mira terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca kimike si janë uthulla ose kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, probleme me mbretjen, urthin dhe infeksionet. Kur konsumohen në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë shërimin e tyre. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër shqetësimeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në ujë do të ndihmojë në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon gjithashtu shqetësimet e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë edhe fryrjet. Gjithashtu mund të ofrojë edhe një pH më të mirë për trupin tuaj. Aciditeti i tepërt në organizëm do të nxjisë shfaqjen e shumë problemeve siç është për shembull osteoporoza, problemet e artritit, radikalet e lira që lulëzojnë në mjedise me acide të larta. Pirja e ujit me sodën e bukës do të balancojë pH-in dhe do të promovojë gjithashtu edhe mirëqenien tuaj, duke siguruar më shumë energji për trupin. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni kronik shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, në gjak dhe në inde. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve urinare. Uji dhe lëngu i borovicës së kuqe me ujë me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do të ulë nivelin e acidit në urinë. Do t'i japë më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me një gjysmë lugë çaji me sodë buke, një lugë çaji krip deti dhe 2 lugë gjedhe me mjaltë dhe një lugë gjedhe me lëng limoni. Uji me sodë buke dhe limon mund t'i japë shumë përfitime. Të shumtë janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër bakterjeve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit, lufton stresin dhe parandalon radikalet e lira. Soda e bukës ekuilibron nivelin e pH-it e bën atë edhe në progresin kundër komplikacioneve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzieni një lugë gjedhe sodë buke, një gotë me ujë dhe lëngu i një limoni. E lini lëngun të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe e pini në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës, do të balancojë pH-in. Ju mund të pini një gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e teproni. Nëse vuani nga sëmundjet të mëlçisë, veshkat, tensioni i gjakut dhe demat, atëherë mos e përdorni sodën e bukës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.